Ivanka Trump, vajza e presidentit amerikan Donald Trump, ka ndarë së fundmi në rrjetet sociale disa pamje nga Zvërneci dhe Bregdeti i Vlorës. Vajza e presidentit amerikan ka publikuar pamje nga natyra e jugut të Shqipërisë, ku deti, gjelbrimi dhe qetësia e zonës krijojnë një tablo mbreslënse, ndërsa në sfond dëgjohet kënga shqiptare Lulebor. Kujtojmë që Ivanka Trump qëndroi për 2 ditë në Vlorë, ndërsa mbrëmjen e dieshme ajo u prit në kryeministri nga kreu i qeverisë Edi Rama. Rama e takoi Ivanka Trump edhe në Vlorë, ku darkuan bashkë me delegacionin që shoqëronte vajzën e presidentit amerikan. Mbrëmjen e së mërkurës, Ivanka Trump ka zhvilluar një takim informal me kryeministrin Edi Rama në zonën e ujit të ftohtë në Vlorë. Më pas ata darkuan në një restorant në Orikum. Në këtë takim kanë qenë pranishëm edhe rreth 60 arkitektë huaj. Ivanka Trump mbërriti 2 ditë më parë, shoqëruar nga disa arkitektë në kuadër të projektit për ishullin e Sazanit dhe zonën e Zvërnecit. Kryeministri Edi Rama u largua nga samiti i Davosit për të takuar me zonjën Trump dhe një ditë më parë në kuvend tha se pritja e saj ishte arsyeja e largimit nga samiti dhe arsyeja e mungesës në themelimin e bordit të paqes. Fakti që Ivanka Trump vijon të jetë në vendin tonë tregon se po finalizohet marrëveshja me familjen Trump për investimet që ata kanë në plan në vendin tonë. Agenda e Ivanka Trump përfundon ditën e sotme dhe ajo rikthehet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës